Rikthehemi në studio dhe flasim për paketën e maleve dhe pyetjen do ta bëj në formë tjetër. Sa zona duhet të ketë Shqipëria ku ne mund të blejmë toka dhe të investojmë toka kundrejt një vlere simbolike me €1? Edhe ju e njihni shumë mirë turizmin malor dhe rural dhe potencialin që ka vendi. Nuk është se po ne vendosëm shifrën edhe e ndam me thik, po për të kuptuar pak potencialin që kemi në tërësi. Shiko, potenciali është patjetër aty, sepse ne pjesën më të madhe të Shqipërisë kemi në male, domethënë, edhe në natyrë. Kështu që kur ke potencial gjeografik, ti duhet ta shfrytëzojmë, kur them shfrytëzim, nuk do të thotë shfrytëzim i pa balancuar. Sepse ajo frika e ime tani, duke u marrë me turizmin, ne nuk kemi vetëm turizm, se ne duhet edhe të prodhojmë bujqësi. Se pa bujqësi ne nuk mund ta ushqejmë turizmin. Në një farë mënyrë, industria e turizmit është një industri e cila varet nga industritë e tjera. Është shumë e varë. Është zinxhir, dhe është, si më thënë, zinxhiri i fundit që ne ti mund është të shesësh. Sepse ti dhe ndërton, kur ndërton hotelet ke industrinë e ndërtimit, kur prodhon tekstilet ke fushën dhe turizmit. Por në këtë pjesë duke i nxitur të ndërtojnë agroturizëm apo turizëm, a do nxjisi dhe kultivimin, zinxhirin tjetër? Po në një raport të drejtë, gjithmonë. Do ta nxjis apo jo? Do ta nxjis, duke thënë dhe një herë me prapashtesën, në një raport të drejtë. Nëse nxitjen e shohim gjithmonë me një raport të drejtë. Çfarë do të thotë? Për shembull, kur flasim për agroturizëm nga definicioni i Organizatës Botërore të Turizmit, është një aktivitet në një fermë. Nuk do të thotë që unë shkoj në një restorant për të ngrënë, i cili restoranti është i ngritur në një zonë rurale. Pra, ky është gabim, nëse e mendojmë. Dhe ne, do të thënë se kemi pak që zakon që definicionet je japim nuancën tonë të zhvillimit. Jo, sepse një turist i huaj, kur përgatitet për të ardhur për agroturizëm, ka në prapa mendjes konceptin e vet këtë gjë që po themi. Do shikoj atë fermën me domate dhe perime, do shikoj kafshët, do ketë aktivitet. Aktiviteti mund të jetë nga më të ndryshmet. Do shkoj në një zonë rurale dhe ka një mund të rrinë 2-3 ditë aty. Jo të shkoj për një drekë dhe të hike. Eksakt. Kjo është ideja. Pra, nëse shkon për një drekë dhe ikën, do me thënë, qëfar u pa, nuk i solli shumë të ardhur dhe asaj zone dhe komuniteti. Ndërkohë që kur kjo zonë dhe komunitet zhvillohet me konceptin e agroturizmit si që duhet të jetë, atëherë ne japim hapësirë fermës, e cila i ka të gjitha aktivitetet që duhet të ketë një fermë, dhe jo çdo antar komuniteti do zhvilloj të njëjtën gjë, se përsëri do shkojmë dhe do konkurrojmë me çmimin, pra të gjithë do kenë blektori, të gjithë do kenë rritje domatesh apo sera e kështu me radhë, apo pula, nuk e di, çdo lloj gjëje që ka aktiviteti bujqësor, ama secili nga ajo zonë zhvillon nga një aktivitet ku unë si turist do shkoj dhe ke Enveri dhe tek Elisabeta dhe te Nevila e kështu me radhë, pra ti provon gjitha dhe rri shumë net. Pra ky është koncepti i agroturizmit në një zonë të caktuar nëse do të zhvillohet me karakter turizmi rural. Por mund të ketë dhe karakter bujqësor, sepse në zonat që ne kemi shkuar dhe në Gjinar dhe i kam pasur fatmirësinë, dhe në Shushit si është i planifikuar me radhë, ka dhe disa njerëz të cilët kanë zhvilluar shumë serat atje. Pra karakteri ekonomik nuk do të thotë që është vetëm turizëm. Po karakteri industrial, sepse pas pak të vendimit dhe unë nuk e kuptova për shembull, çfarë do të thënë aktivitete me karakter industrial në zona malore dhe rurale. Unë do të pyesja ato që e kanë përcaktuar, se do të ishte një pyetje më e mirë në fakt të më falësh që nuk e di eksakt çfarë kanë nënkuptuar, po besoj stafet e bashkive ku i përket dhe zona e zhvillimit me prioritet, do ta dinë dhe më mirë sepse në bazë të këtij karakteri që ka zona, atëherë do të zhvillohet edhe kjo, do të jepet nuanca se çfarë zona me prioritet zhvillimi do të ketë ajo. Nga ana tjetër, doja ti reflektoja të pyetjen që kishim më përpara. Nuk do të thotë që këto zonat në këto bashki ishin si thosh ju dha prioritet nga qeveria. Kam përshtypjen se bashkitë kanë qenë më të afta për t'ju përgatitur shpejt dhe për ta çuar atë zonën me prioritet. Pa diskutim, sepse bashkitë e tjera nuk i kishin për planet ende. Nuk i kishin për planet dhe këto kanë qenë si më të gatshme, le të themi, sepse dhe karakteri i zonës është më rural. Ka qenë administrata e bashkive ka qenë besoj, më e aftë për të përgatitur në kohë dhe për të zbatuar ligjin që është miratuar. Bashkitë e tjera e kanë lënë
si që lëmë në shqiptarët për në momentin e fundit gjërat, kështu që ende nuk i kam bërë, por sigurisht që do ketë zonat të tjera. Dhe nuk ma thatë në këndvështrimin tuaj sa mund t'jenë. Zoti Shehi tha mbi 100. Po, në varësi të hapësirës dhe të zonës geografike mund t'jetë 100, mund t'jetë 150, unë nuk e di. Do me thënë nuk mund t'a them këtë sepse duhet t'je shumë në brëndësi të çdo lloj zhvillimi të bashkive dhe të hartave që ato kanë dhe të balancave se çfarë prioriteti kanë ato. Por gjithmonë dihet që këto bashki do të zbatojnë ato planet e zhvillimeve vendore që ato kanë, planet të përgjithshëm të zhvillimeve. Qartë, kur mendon për të investuar, se unë nuk po mendoj një nga këto zona. Okej, oferta është shumë e mirë, por përpara se të bësh një investim që mund t'jetë 100.000 euro ose më shumë, po e marrë nga dyshemeja, mendoj që duhen disa kushte tjera. Çfarë shohin sipërmarrësit? Pra, a ekziston infrastruktura e duhur, a ekziston fuqia punëtore, a ka hapësirë që të furnizoheni, pra funksionon zinxhiri bujqësor, a janë këto në fakt faktor që përcaktojnë se si dhe ku duhet bërë një investim dhe atë duhet bërë një investim? Shëka, për mua të dy janë përgjithësi dy palqe. Bashkit me grupin e vetë dhe personi që aplikon. Kjo është në varësi të tipologjisë që personi që aplikon është i gatshëm, është i aftë të bëjë një fizibilitet të zonës, që do të thotë. Për para se të vazhdoj të çojë këtë projekt, duhet të studioj terrenin kryesore, pra sistemin e infrastrukturës, sa është e mundur, sepse jemi dëshmitar që shpesh herë nuk i ka mundësi qeveria të bëjë këto investime, shpesh herë i kanë bërë kolegët tanë, unë di dhe kolegë që kanë bërë rrugë pa fund në për agroturizmet e veta, dhe një studimi detajuar, një studimi mirëfill në cilën të çonë në tipologjinë e zonës, në orientimin e drejt të turizmi rural që do të bëj në këtë vend, apo në këtë vend ngastër, apo në këtë sipërfaqe X person, orientimi i tij lart pamës në cilët të zgjidhë dhe problemin e fuqisë punëtore, por dhe profesionalizmin e tyre, sepse duhet të jenë profesional. Se mund të marrësh tash direkt nga punët e bujqësisë, thosh hajde menaxho ose bëu shërbet huajve. Po shumë i tak shumë po bëhet. Minimalisht duhet. Kjo është problemi më i madh. Dhe për mua nëse ky gërshetim, zgjidhje e përbashkët ndërmjet aplikuesit, aplikantit, i cili e ka me shumë qejf se ka ato ofiqet e veta, dhe supervizorëve, dhe gjen një gërshetim që ky studim ose ky investim nuk do dali nga tipologjia e zonës, do t'i përshtatet, i ka mundësinë edhe të një lloj financimi. Ne kemi edhe fshatra që s'ka energji, flasim hapur tani, edhe një investitor që do të... Këtu është gjithë problemi, këtu është gjithë ngërçi sipas meje. Pra nëse ti bën një fizibilitet, dhe ky fizibilitet jo të kërkon në biznesin tënd X euro, atëherë ti ke 2X më tutje ke suporti që fillon me infrastrukturën, që fillon me fuqinë punëtore, që fillon me testimin e tyre dhe profesionalizmin, sepse minimalisht, që fillon dhe me kostën e këtyre punojësve. Sepse to që të vinë, që të jenë profesional, dhe kanë dhe kosto. Edhe gjithë kjo, një zgjedhje e duhur, për mua, qonë në një rrugë të mirë. Një zgjedhje me pak qalë, apo me krijim të krijohet me preferenca, ose një zgjedhje preferenciale, le ta themi shqip, për mua, nuk është lartë pamës. Pra oferta nuk është aq e qartë, ndëse nuk bashkëshoqërohet me gjithë komponentet e tjerë që thatë ju. Zonja Popa, në kushtet kur fshatrat janë shpopulluar, dihet që nuk kemi fuqi punëtore në fshatra, nga ana tjetër është një ofertë shumë e mirë, mendoni që do ketë efekt, pra cila nga këto mund t'i dekurajoj ata që duan të investojnë në këto zona, cila nga këto faktor? Në fakt, kjo është dilemë, të them drejtën e madhe, dhe ne bisedojmë shpesh me njëri tjetrin, mes kolegësh. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që gjithë kjo paketë dhe maleve, apo çdo lloj iniciative që vjen nga qeveria, si qendrore dhe vendore, dhe për interes të komunitetit, është që bashkëpunimi ndërmjet tyre është shumë i rëndësishëm, është kyç.
sepse nuk bëjmë dot pa njëri tjetrin. Do me thënë dhe ato banorët atje i duhet kjo ndërmarrje, kjo iniciativë e qeverisë nëpërmjet ligjeve të reja, që t'i japi atyre mundësi edhe zhvillimi, po nga ana tjetër jo vetëm të jetë si thua në letra kjo gjë, që jep një mundësi zhvillimi, po ama duhet jetë një gjë praktike që ato ta shohim realisht që kjo iniciativë shkon në interes të tyre. Çfarë do të thotë kjo që dhe investitorët të kenë atë si thuash interesin e tyre, të gjejnë interesin e tyre ai që do jetë investitor, po nga ana tjetër duke pasur jo vetëm interesin tregtar, se duhet i kthehem, do me thënë që patjetër që duhet ketë interes që të përfitojë, se ndryshe nuk ka nuk duhet ta them këtë gjë që do vi se kanë interes komunitet. Patjetër, do ketë interesin e vet, po ky interes duhet të ketë gjithmonë atë balancën e saj, në mënyrë që të ketë një qëndrueshmëri afatgjatë, për shkak se dhe vetë investitori duhet ta kuptojë në këtë rast që interesi i tij duhet jetë afatgjatë. Po ku do t'i gjejmë të punonjës pra? Do marrim ata që janë aty, apo jo? Po. Se ku do të nuk bëhet turizmi rural dhe malor në Shqipëri me aziatik, besoj. Se mund t'i shikosh nëpër Tiranë, mund t'i shikosh në Durrës, por nëse shkon një fshat të thellë. Unë nuk e sugjeroj, sepse në fundi do të humbasi ajo gjë që themi autentike. Sidomos në turizmin rural, pjesë ndërhyra është krejtësisht e papranueshme, humbet atë që është kryesore, thelbësore. Autenticitet. Tjetër një kamarierë në shërbim. Edhe pse ka filluar, se për shembull në Valbon ka afrikanë që shërbejnë. Nuk janë në front office. Po nuk janë, po bëjmë punët më mbrapa. Po gjithsesi unë do të thoja që nëse nuk do të jetë ky zhvillim për një turizëm malor masiv, është e mundur. Pra gjehet balanca. Nëse ne do të flasim për një turizëm malor me rizorte, atëherë kjo ka pikpyetjen e vet nga mbrapa. Do humbasim balancën. Po se në qoftë se do të ndërtojmë... Një resort do fuqi punëtore të konsiderueshme për të sigurisht, në qoftë se do ndërtosh një hotel aty me 200 apo më shumë dhoma, sigurisht që ti do një kapacitet punëtor, do me thënë që është i madh, që do 100 ca punonjës, do me thënë vetëm për qenë hotel, për gjitha fushat e tyre. Por në qoftë se ne do të japim ndërtimit aq mundësi sa ti të zhvillosh pjesën tjetër të natyrës, atëherë këtu kemi balancë, edhe këtu kemi një zhvillim të qëndrueshëm dhe me karakter autentik, po dhe që do t'i shërbej dhe komunitetit, po ndërkohë dhe biznesit vetë, sepse ti nuk do të marrësh një biznes me një kosto të lirë, pra me një produkt të lirë, po ti do të marrësh një produkt i cili ka një çmim raport të drejtë ndërmjet asaj që ti po ja jep turistit dhe asaj që ti po i kërkon. Nuk e di nëse jam korrekte. Pra, nëse unë të shkoj në një hotel, unë mund të shkoj në një hotel me 5 yje, po jo domosdoshmërisht duhet jetë me 100 dhoma. Duhet jetë një zhvillim karakter, do me thënë, më autentik, po, butik hotel, të cilët shiten edhe sot, po të shkosh në vendet e tjera, që janë destinacione, dhe që ofrojnë shërbime shumë të mira në fakt. Që janë shërbim të nivelit të lartë, jo, nuk do të thoja gjithmonë elitar dhe luksos, po një nivel i lartë shërbimi, po që ka karakterin e zonës. Se ajo vlerësohet gjithë. Më shumë. Si përmarrës, jeni në fushën e breshtarisë, prodhimit të verës, agroturizmit. Enoturizmi. Kë shikon si sfidë kryesore në këta? Sepse si përmarrja juaj është si biznes rural, praktikisht. Tipiko. Pra është një nga këto biznese që nesër do zhvillohet në këto zona me përparësi të turizmit, zhvillimit turizmit. Kë shikon ju si sfidën më të madhe me cilën përballeni në terren? Shiko, po të marrim rasti konkret, ne vendimarrja për të bërë këtë turizëm rural ishte të shfrytëzojmë resurset tona. Resurset ishin tokat e gjyshëve dhe prindërve. Po. Pra, kjo ishte orientimi i parë. Kjo është baza nga ku fillon dhe kjo paket. Kjo fillon baza. Praktikisht. Historikisht, zona kishte vreshtarin. Më kam fatin se kam punuar dhe edhe si agronom vreshës dhe edhe si drejtues në vreshtari, për efekt formimit parë, ju kthyem traditës. Ndaj dhe unë im shova traditës dhe po e them prapë. Cile ka traditë zona e Farkës? Ka vreshtarin dhe ullirin. I bëm dhe këto dyja. Cilën ka tjetër? Ka aksesor ndihmës. Dhe të gjithë këto e kompleton një turizëm, një enoturizëm apo turizëm rural, në cilën ta bësh të interes çka tjetër. Ka punimin e me baltë, që mbahet ka 500 vjetë. Poçeri. Poçerin.
është 500 vete dhe ne bashkëpunojmë shumë, kemi çaj të regojmë me historikun, ka liçenin, pra do me thënë, një turist që të bëhet kurios, duhet shofi që ti të regoj kur të kthehet në vendin e tyre. Unë kam fakte, jam krenar që shumë nga turistët përmendën më tha filani, sepse ka parë këtë, isha kurios. Dhe ky është marketingu më i mirë, me rekomandim. Pra, ky është ajo që po kam bërë deri sot, dhe turizmi, ndaj thash, duhet afatgjatë, strategjia afatgjatë. Po pra, po a ke pasur sfida? Dhe sfidat janë aq të mëdha sa ndjes që pra një moment i largova pyetjes. Të thuash si nuk dua më të punoj më. Nuk dua më të punoj, si u tha kësaj sipërmarrje. Sfidat fillojnë që nga ndërtimi, fillojnë me infrastrukturën. Një, tjetër. Cilat ekzistojnë. Fillojnë me energjinë, në cilën pranë Tiranës ne mezi para ca shumë vitesh morëm energjinë e dur që të punojnë makineritë dhe këto. Fillojnë me fuqin punëtore. Kjo fuqia punëtore nuk të vjen, qofte edhe se ti thua hajde t'jap x shumë, më mirë se në Greqi. Sepse kur nuk vjen në Tiranë, unë po imagjinoj tani çfarë ndodh në një fshat të thellë, për shembull. Më lërë të të shpjegoj, dhe ti thua, hajde të punosh këtu te unë. Çfarë pagë u ofron? Ai pranon, paga është më mirë se në Greqi që ofrohet. Për shembull sa është në Greqi, se unë nuk e di. Po tash këtu të isha me dalë ke formimi i njerëzve, ose ndërgjegjësimi, nivelit që kanë, varion nga 30 euro deri në 50 euro. Për ditë? Në ditë, duke i dhënë dhe ushqimin. Qartë, po. Tash dalim ke problemet të tjera. Problemet më të mëdha janë problemet që ti ke në marrëdhënie me pushtetin, me infrastrukturën e pushtetit, sepse vetë bashkitë nuk janë të përgatitur për të ndihmuar, për t'ja lehtësuar jetën. Sepse para është larg se qeni njohurive për një turizëm rural dhe e koncepton një ofiq që një X punojës, se punojës është gjunat i themi, se nuk jemi, ka një punësim atje, është atje në bashki dhe ka zhvillim rural. Unë nuk me ndoj dhe shpesh kur kemi takuar të vjen keq, por respekt është respekt. Pra, nëse nuk ndërgjegjësohet dhe ndërgjegjësimi fillon që nga për mu, për të mbështetur turizmin rural, është bashkia përgjegjëse. Janë njësitë vendore. Ato duhet përgatiten profesionalisht, juridikisht, duhet japin asistent, në cilën të gjenden pranë në çdo problem që ke. Dhe po të numërosh, sfidat janë aq të mëdha sa që shpesh herë thua, unë themi pari, ore që mundesh mua kjo, kur isha diku vend tjetër. Dhe kjo është e thënë për mua sot, pavarësisht moshës dhe energjisë, kjo nuk duhet merret asnjë gjë reale për Brezin e Ri, sepse të investosh në zonat rurale dhe me orientimin që ti ke në atë zonë, prandaj përmenda orientimin. Pra, ne zgjodhëm tipologjinë që kemi ne në Farg, po tipologjia në Shëngjergj është tjetër. Do bëj stallën, do bëj baxhon e qumshit, do bëj, pra, të ketë një larmi, edhe një turist do të shofi tipologjinë që ka të në Farg, shkon shef tipologjinë në Qafmoll apo në Shëngjergj, shkon shef 2-3 vende dhe krijon një tur rural që ngulitet në mendjen e tyre. Tash i vështirësitë janë aq të mëdha, por ne nuk jemi të rrequr dhe zot të rriqemi. Kjo ka të bëjë me optimizmin, kjo ka të bëjë me vendosporinë e njerëzve që në lartëpasinë e tyre nuk mendojnë që do të marr 5 lekë së shpejti, pra koeficienti kthyeshmëria do të jetë shumë e gjatë, aq më shumë që kur ti ke një biznes familjar dhe ke përfshi 5 familje. Pra ne jemi 5 familje që punojmë bashkë dhe kur në herë nuk e kemi parë në konceptin e përfitimit të mirëhershëm, se ndryshe ky biznes nuk ekziston më. To fakt nuk quhen biznes, to quhen, për mua quhen një mikpritje që ti ngre për t'i dhënë vlera vendit, fetes, vendit, zonës, edhe qeverisë. Qartë. Sepse nëse ti di ta bësh mirë këtë, i rrit pikët edhe Shqipërisë. Nëse nuk do ta bësh, merr turist. Nëse nuk do ta bësh, thjesht i humbet reputacionin që ti ke dhe reputacionin që ka organi lartë që të auditon ty. Dakor. Është mendimi. Dofta dola nga tema, po desha me e bëra komplekse për të treguar shembull konkret në cilën sa të lidhura janë këto gjëra. Qartë. Ideja është kjo. Pavarësisht kësaj që thotë zoti Shehi, që jam shumë dakord plotësisht. Tashmë do kemi minimalisht 500 kantiere të hapura në gjithë Shqipërinë, apo jo, sepse 500 aplikimet e para janë ata që do përfitojnë nga përjashtimi nga taksat prej 10 vitesh, që do thotë që do të jetë interes shumë i lartë në fillim. A sjell kjo një rrezik për një
mbi ngopje të një lloj modeli të caktuar në turizëm dhe rrjedhimisht edhe mund të mos jenë aq rentabël sa të shparashikojnë? Risku qëndron, patjetër. Dhe ndaj, siç ne po flasim deri tani, është që kur zonës i jepet ai prioritet zhvillimi i sakt dhe i qëndrueshëm, pra duke pasur sikundër edhe le themi bashkin edhe komunitetin që t'jenë bashkë se çfarë zhvillimi do të marrë kjo zonë, nëse duhet të bëhet zhvillimi siç aty industrial, për duhen pyetur stafet e bashkive apo ato që ka vendosur, nëse do jenë turizëm, nëse do jenë bujqësi. Domethënë në këtë rast duke pasur gjithë pjesën edhe të komunitetit, sepse në një plan zhvillimi dhe prioritet zhvillimi, ti duhet të marrësh parasysh dhe demografinë që janë njerëzit aty. Pra çfarë moshe kanë, çfarë popullsie, sa të rinj janë për të punuar në mënyrë që t'i japësh karakter zhvillimit kësaj zone. Nuk mund ta, do me thënë të mos e marrësh parasysh. Pra në gjithë këtë gjë, do me thënë do të marrësh parasysh se si është kjo zonë nga në karakteri geografik, po dhe i popullsisë që banon aty. Por, kështu që, edhe kur themi për 500 kantiere, unë mendoj që nuk do t'jenë të 500 atë njëkohësisht. Patjetër. Do jenë gradualisht. Patjetër. Po sepse shqiptarët nuk kanë nevojë të shpejt. Kanë qef që ti përfitojnë gjërat që janë me ofertë, do thonë za ti përfitojnë sa më shpejt. Është okej. Do me thënë, mënyra se si është qasja, është që 500 të para do përfitojnë, po kjo nuk do të thotë që të 500 që aplikojnë të para do ta përfitojnë. Sepse nëse nuk i kanë plotësuar kushtet dhe kriteret, ato nuk do jenë ke 500 tapa. 500 që i përfitojnë, do të thënë, i plotësojnë kushtet, kriteret dhe kualifikohen si projekte që mund të zbatohen. Patjetër, që janë projekte që nuk kanë probleme pronësie, kështu me radhë. Pra, e kanë të gjithë të qepur, i themi ne, nga ajrat e zhëja të aplikimin. Pra, duke që se nuk do të jenë një herësh, nuk rrezikojnë të mbingopje. Nuk ka, dhe kjo është e rëndësishme. Prandaj, unë e thash dhe që në fillim, nuk ka nevojë që ne të shpejtojmë për ta zbatuar këtë gjë. Ne duhet të nxitojmë që ta zbatojmë siç duhet. Por jo të nxitojmë të zbatojmë se do jemi, kush do jemi 500 apo bashkitë e para apo ato sepse në të kundërt na kthehet bumerang. Se nuk do të jetë saktë. Dhe unë shpresoj që zbatimi i saj nuk do të thotë ndërtim. Edhe njëherë. Sigurisht. Do me thënë që duhet të ruajmë, sepse ajo zona e Belshit që shkon aty është shumë e bukur ashtu siç është. Super. Dhe nuk duhet ja humbësh karakterin e natyrës që kanë. Përkundra si ti, a mundesh të japësh zhvillim me atë karakter që ka ajo zonë dhe ti bësh banorët përfitojnë. Doja vetëm të saktoja këtu, për shembull, ne kemi destinacion në Shqipëri që është shumë i dashur dhe që është zhvilluar, është Fishta me Mrizin. Me thënë të drejtën, është destinacioni më i njohur në Shqipëri, i cili gradualisht e ka zhvilluar atë gjë, dhe të gjithë banorët kanë qenë pjesë e saj dhe komuniteti që e ka qasur. Dhe nuk është zhvilluar keq, nuk kemi ndërtime apo hotele. Kemi modelet. Kemi modele të mira. Pra, ajo që duhet ne të zbatojmë, vetëm ta zbatojmë saktësisht, pra të bëjmë punën, të punojmë, por jo duke nxituar se kush do të jetë i pari edhe ta zbatojmë keq, do të thoja. Qartë, nga një pyetje të fundit do u bëj, sepse koha mbaroi, pyetja e fundit lidhet me për ata njerëz që na dëgjojnë sot, që e kanë këtë tokën në pronësi, qofshin njerëz që jetojnë në Shqipëri apo emigrant. Ju çfarë do t'u sugjeronit, sepse i referohem këtu faktit që kanë parë edhe prishjen e ndërtimeve masive që kanë ndodhur në Theth, në Valbon, gjatë verës, që ndoshta janë trembur disi dhe janë më skeptik. Ju do t'i sugjeronit që ta merrnin përsipër një investim në këto zona prioritare apo jo? Pra ja vlen, themin e shqiptarët bara qiran apo jo? Shikoj, ajo e Thethit, sigurisht që ishte nxitim, ishte ndofta ka analizë madhe. Të përqendrohemi tek mesazhet. Ishte një gjë që s'duhet ndodhte. Unë kam qenë aty dëshmitar kur turistat u lemerisën. Kam qenë aty prezent. Edhe ishte një impakt, ishte një shfaqje jo normale për pozitivitetin, pritshmërinë që prisin turistët e huaj. Kjo iku, dhe se besoj të ndodhi. Tani çfarë mendoj unë? Unë mendoj që gjëja më e bukur është i kthesh tokës tënde. Investoni do. Investo në tokën, sepse po investove në tokën tënde dhe me një studim të mirë, me një qasje pozitive, me një qasje negociueshme, nuk them me pushtetin, por me banorët e zonës, edhe kjo ka është kyçi i suksesit, sepse eliminon shumë probleme edhe të pronësisë juridike, të pronësisë tokës e tjerë, duhet vinë, të investojnë, të krijojnë turizmin rural,
të mbështetur me një shërbim modern, me një enologji, tipologji, kulinari moderne, me staf të kualifikuar edhe me shkollim profesional, sepse ndryshe e shoh jo të vazhdimshme vazhdimësim. Pra janë disa kërkesa kryesore, ndërkohë në një studim ato që i tham ne do të shikoj infrastrukturën, do të shikoj vendodhjen, duhet parë gjithçka. Dhe një studim i mirë i ftoj, sidomos brezi i ri, duhet vinë të investojnë sepse për 5-6 vjet apo 10 vjet kthyeshmëria e tyre do jetë e lartë. Edhe trendi për turizmin, edhe trendi, Shqipëria është një Zvicër e vogël. Edhe është një Zvicër e vogël në cilin ne kemi shëtit. Unë t'jap një rast, vitin e kaluar isha në Francë dhe Veriore dhe fjeta në turizëm rural, bashkë me djalin. Dhe jam habit që nuk ishin ndryshuar asgjë nga hoteleria, nga kulinaria dhe nuk pranonin të fusin asgjë përveç ushqimeve lokale, se unë testova në restoran, dua këtë ushqim, dua këtë, dhe me njëherë ato thonin nuk e dim gjuhën, dhe të thotë që ishin aq autokton, aq fanatik, uroj që në Shqipëri sensibilizimi të bëhet, sepse ne probleme më të madhe kemi ke sensibilizimi njerëzve, qoftë në të degustuar, konsumatorët të brendshëm, dhe qoftë në të pijet, qoftë në degustim në ushqime, sepse nëse ne nuk kemi respekt për investimin ton, turizmi huaj është një pjesë e shëndosh që do të ndihmoj, por ndërgjegjësimi për sa i përket pijeve, përfshirë prodhimet të brendshme, verat e tjera, ndërgjegjësimi për sa i përket kulinarisë, ndërgjegjësimi për të konsumuarit shqip dhe të prodhuarit shqip me kualitet, dhe kjo është kërkesë e studimit. Kjo do të bëjë që Shqipëria do të lullëzojë dhe, me thënë drejtën, do të jetë jo Zvicër, për më shumë, sipas mendimit tim. Dhe jam optimist. A do të jetë Shqipëria Zvicër sa i takon zhvillimit rural dhe malor, nuk po flasot, në 5, në 10 vite çfarë do ndryshojë? Sepse jemi dhe aspirant për në Bashkimin Evropian. Patjetër, nëse zhvillohet drejt dhe me atë qëndrueshmëri që ne po flasim, patjetër, i ka të mundur. Do me thënë, ne nuk na mungon mundësia. Do me thënë, ne mundësinë e kemi, sepse geografikisht jemi vend i pasur, i kemi çdo gjë. Ajo që ne kemi bërë jo saktë deri tani është që duke parë dhe shembujt e tjerë nuk e kemi zbatuar siç duhet, po nëse ne i zbatojmë siç duhet, është pa diskutim e mundur kjo gjë. Dhe ja vlen që të investojnë ata që kanë mundësinë të investojnë përmes kësaj pakete? Shumë. Unë mendoj që po, edhe kushdo që është emigrant apo që ka mundësinë, unë do të thoja që patjetër është i lutur të vi dhe të investojë. Çfarë do të ketë kujdes? Por, nga ana tjetër, qeverisja vendore duhet jetë aq e saktë që mos t'i kthejmë mbrapsht çdo emigrant dhe t'ja bëj si themi ne malore. Do të thënë që mos ketë burokraci. Mos ketë aq burokraci që ta shty tjetrin që thotë po u mërzita unë tani se do iki. Do të thënë, të jetë i gatshëm të bashkëpunojë me ato që ka treguar interes dhe të investojë në tokat e veta, le të themi, apo të afërme që ka, apo të dikujt i cili nuk e zhvillon dot, po që do vitë që ta zhvillojë. Pra, gjithë kjo duhet jetë një zinxhir edhe një gjë e përbashkët në mënyrë që të gjithë njerëzit të gjejnë, si thua, atë pasionin dhe dashurinë për tokën dhe për vendin e vet. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit ju. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë shihemi të hënën ardhshme në orën 20. Natën e mirë.